Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Leila zbulon arsyen e ndarjes nga Leo. Njerëzit më kanë folur keq për të. Ish banorja e Bigut në Kosovë, Leila Seferi, ka folur në një emision për ndarjen nga Leo, ku ka treguar se pse ka zgjedhur të mos reagojë publikisht deri tani dhe se si është raporti i tyre aktual. Ajo theksoi se pavarësisht ndarjes, respekti mes tyre mbetet i pandryshuar. Nuk e kam parë të nevojshme me bën ndonjë reagim të madh. Unë e kuptoj që historia jon ka lind në Big dhe njerëzit duan të dinë se si është, por janë disa gjëra që unë preferoj t'i mbaj për vete. Nuk kam asnjë problem. Krejt të mirat që i ka bota unë ja uroj Leonardit. Është shumë djalë i mirë, jashtëzakonisht i mirë. Çdo kush që e ka në jetën e vet, si shok, si familjar, si të dashur, është shumë e fat kushdo që e ka në jetën e vet. Unë jam di jashtëzakonisht mirë vitin e fundit. Çdo njeri që ka tentuar me më fol keq për Leonardin prej kur jam distancu prej atyre njerëzve, se ata nuk kanë dash me më pa mu të lumtur. Është shprehur ajo. Ajo ka bërë të ditur se ndarja ka qenë një vendim i përbashkët, larg dramave që publiku mund të ketë pritur. Ka qenë një vendim që e kemi marrë të dy së bashku. E kemi patë arsyeshme me marrë këtë vendim. Krejt shqiptarët presin me dalë me një reagim drastik. Unë vazhdoj të kem shumë respekt për të, theksoi ajo. Leila shtoi se ndarja nuk është e lehtë për askënd, megjithse marrëdhënia mes tyre vazhdon të mbetet e bazuar në respekt. Sigurisht, ndarja nuk është e lehtë për askënd. E rëndësishme është që ka mbetur respekti dhe ka për të mbetur gjithmonë, tregoi ajo.